Pas përshkallëzimit të luftës ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit të kundër Iranit, tregu i karburanteve po përjeton shok. Madje pasojet e ndjen edhe në shtetet më mijëra kilometra larg, ku nga kjo valë shtetrimeve të çmimeve të karburanteve të naftës nuk shpoton as mashënia veriut. Komisioni Rregullator për Energjetik ka vendosur që nga nesër të shtetohen përsëri çmimet e derivateve të naftës, sipas vendimit Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98 dhe vaj ekstra i lehtë për anvisëri shtrejtohen për 7 denar, ndërsa dizeli për 6.50 denar, pra 1 litër Eurosuper BS 95 do të kushtoj 86.50 denar, ndërsa 1 litër Eurosuper BS 98 do të kushtoj 88.50 denar. Ndërkaq, 1 litër dizel në bazë të vendimit të ri do të shitet për 92 denar për litër, me çka vetëm që nga fillimi i luftës, çmimi i dizelit është rritur për 21 denar, kurse vaj ekstra i lehtë për anvisëri do të kushtoj 89.50 denar. Me rritjen e çmimeve të karburanteve të naftës, është praktikisht që të njëjtën ritëm ta ndjekin edhe të gjitha produktet tjera, me çka xhepi i qytetarëve rëndohet të gjithnjë e më shumë. Ndërkohë, kryeministri ka premtuar angazhim serioz për të mos lejuar shtrejtimin pa kriter të çmimeve të produkteve elementare të jetesës.